Ose zvarritës me këtë pjesën? Deri tani është shfaqur zvarritës. Në qoftë se do të ketë dhe një vot kundër, atëherë do të shfaqet dhe pengues, do të tregojë që nuk kanë qenë sinqerta ajo propaganda që është bërë që Partia Socialiste ka qenë kjo flamurtarja e reformës në drejtësi. Me vendimet nga ana e SPAK-ut, ne flasim për një SPAK më të guximshëm, apo jo, të paktën kur kalohet në këto nivele të larta të qeverisë. Nëse flasim gjithashtu edhe për masa, a janë këto masat ekstreme direkt arrest me burg për rastin përgjithësi flas tani, siç ka performuar SPAK-u deri tani? A mund të ketë patur raste ku mund të ketë qenë dënimi apo vendimi më i lehtë, kurse rastet caktuara mund të kenë marrë më shumë se që takon? Flas për një vit të tërë tani, duke e përgjithësuar, por është krijuar ideja se shkohet direkte në ekstrem. Duhet kjo pjesë, për shembull, nëse do të kishte një mast, le të themi arrest me burg për zonjën Balluku, mund të ishte në fjalë? Është grua, është nënë? Unë nuk besoj, të paktën standardi që ka mbajtur si prokuroria në kërkesa dhe gjykata në vendimarrjet e saj për sa i përket masave, në rastin e grave, në përgjithësi ka qenë maksimumi ka qenë arresti në shtëpi. Si rasti Karçanajt apo? Po, sepse duhet të kemi parasysh dhe veprat deri në 4 vite nuk konsiderohen vepra të rënda. Pra, në rastet e korrupsionit, pra kur akuza është për korrupsion, ka pasur masa më të rënda, por kryesisht për burrat. Pra, për gratë është mbajtur një standard më i ulët. Edhe sa i përket dënimeve, të paktën në disa çështje ku unë kam qenë në cilësinë e përfaqësuesit avokatit të disa palëve, kur ka qenë sa i përket grave, është kërkuar dënimi me kusht. Pra, është dhënë masa dënimit dhe ato janë liruar me kusht, pra ka pasur dhe pezullim nga ushtrimi i funksioneve publike. E njëjta gjë përgjithësisht është ndjekur edhe se varet nga veprat. Duhet kemi parasysh për shembull rasti Veliajt. Vijon të jetë në Qeli, ndërkohë është kryetari i Bashkisë Tiranës në vendim gjykatës kushtetuese, a mund vazhdojë të jetë në detyrë? Për shembull, mund ta bëjë detyrën të hetohet jashtë Qelisë? Atëherë, nëse do ishte vendosur arrestin në shtëpi, prap kjo do ishte pengesë për ushtrimin e detyrës. Mas pezullimi për kryetarin e bashkisë nuk mund të merret sepse është i zgjedhur dhe ka të ndaluar kodin ndryshon nga rasti i një pra është specifike.